Në hapjen e sotme nuk mungon as Argjira me Graciano. Përshëndetje. Përshëndetje, kunata. Hello. Argjira, sot jemi në Tetov për hapjen e lokalit, sjellët e këto, ma në fund të bëni vend që ti mundesh me ardh edhe me u rregullu që ç'don. Çka kishe me thënë sot për Fortesën? Për mua shumë kënaqësi mas pari me pa Fortesën, se unë për Fortesën përveç se kam marrëdhënie që e kam kunat, e kam edhe si motor, që është me një sani kryesor. Edhe është shumë e rëndësishme për mua që po e shoh tu rrit, tu zgjeru, do e bëni hap kaq të madh, kaq të bukur, se investimi besoj që duket. Edhe mendoj që Tetovës i duhet një hap i tillë, një lokal i tillë që gjithë njerëzit që kanë nevojë me uni pak më special, e kanë një vend shumë special për me ardhur. Graciano, çfarë do na Jo, edhe unë jam shumë i lumtur që kam të rregullohem kur vjen. Jo, unë i uroj nga zemra gjitha të mirat, suksesin që e ka të garantuar, nuk ka nevojë t'ja uroj unë, dhe realisht jam shumë i emocionuar sepse ne jemi familje që diskutojmë edhe problemet edhe të mirat dhe kam ndjekur Fortesën në çdo hap kur e kishte thjesht një ëndër dhe më në fund u bë realitet dhe jam shumë i lumtur. Graciano dhe Fortesa janë besties, që ta dish. Sa dy bohën kundër neve edhe na shojnë. Dhe gjitha të këqijat i bëjmë bashkë. Okej, me që jemi këtu bashkë, kështu ju pyet të laj me jo nda, se nda, po jo s'ko ki nda, to ki bashkë. A jena bashkë? S'ka të vërtet, kur gjë? Di, si ndjeni ju lajme. Por, nuk do iki pa një pyetje tjetër. Qa ndodhi me Angelën? Me Angelin me ton drejtën, e di që do këtë shumë e pabesueshme, po a e di që nuk ka ndodhur diçka specifike. Ti bon follow. Unë se kom bon valla, unë e hongra. Jo, ta dhe me vërtet, mendoj që më tepër ka qenë si keq kuptim nga ana e asaj. Njeriu din me pas nështë hatërmbetje për situatat caktume që thjesht janë keq kuptime, besoj që me kohën kur shëshon gjërat dhe ajo do i kuptoj gjërat që s'kan qenë as pak si që janë marrë ose aeronom. Unë për vetë jem shumë në rregull me gjithçka. Po Graciano? Jo, unë e dua shumë, unë e kam thënë dhe më përpara. Më prime! Jo, janë sa mua vete goca shumë s'ka lidhje fare. Megjithatë unë Enxhin gjithmonë do ta mbaj mend prapë them këtë gjë që më zgjindur afër për situata shumë të rëndësishme në jetën time. Nuk ka ndodhur asgjë, Enxhin e duam shumë, kështu që kaq i urojmë gjithë mirë. Okej, ke fillu me një studio, që shpo ecë puna? Dhe po t'jap një ekskluzive që me datë një korrik, neve hapim studion e dytë. Do me thëmë 568 zjerohet, është studio dytë që është oficiale në Tiranë, është në një zonë që quhet Kontakt, të 21-shi. Gjithashtu gjatë gjithë verës është studio e tretë që është në Green Coast dhe do t'jem gjithë kohës atje. Në Prishtinë shumë shpejt, e premtoj. Po gjira me punën, me televizionin? Me televizionin për momentin nuk e besoj që do ketë diçka, nuk është që kam pas diçka një projekt në mendje që muj me thënë me u kthy. Kështu që derisa të ndodh çaj projekt që mund të ma bëj bam, mendoj që ka me qenë jashtë ekranit. Për momentin jam të u marrë me biznesin, me gjërat kështu, chill. I'm enjoying the slow life. A më të pëlqen Sara të shishtë në top? Sara me të gënjej nëse të them që e kam ndjek maksimum, po s'du me u bua kështu nga këto që se kom pa vlla. E kam pa në rrjetet sociale që më kanë dalë. Sara mendoj që është një gotë shumë artikuluar. Dita menaxhoj çdo lloj situate, kështu që mendoj që do jetë shumë në rregull. Perfekt. Kur do bëni dasëm ju të dy? Ne kemi një problem shumë të madh. Çdo vit e diskutojmë këtë muhabet dhe në momentin që arrim konkluzion lodhemi. Edhe themi e di çka vitin tjetër. Jemi vetëm është që ne kemi listën shumë gjatë edhe derisa t'i futemi për me i thirr gjithë njerëzit ka me u bë. Mujna mi ndihmuna me listën. Jo, së fundmi kemi vendosur që kur të bëhet dasma do jenë vetëm 40-50 veta, sepse me jetën kam kuptuar që miq të vërtet janë vetëm ata që i kanë ditë vështira dhe jo këto të televizionit ose të festave. Kështu që kjo është. Ku ishte kjo? Kjo është për gjithë. Kurse për sa i përket televizionit për Gjirën, duke qenë se unë jam menaxheri i saj, Gjira do të kthehet vetëm kur të jetë producente e një spektakli. Jo më si. Graciano i ka idetë e qarta për mua, që ta keni qartë. Ky i ka qarta idetë për mua. Dhe mes rreshtave kuptova shumë gjëra nga kjo intervistë. Njerëz të zgjuar kuptojnë. Kështu që faleminderit shumë për kohën edhe ju uroj shumë sukses. You are the best gjithmonë. Artistët shqiptar, një zemër shumë të madhe. Love you.